Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vëllezër dhe motra të dashura në Islam. Le të fillojmë me ngjellje të sinqerte. O Allah, ndrito zemrat tona me dritën tënde. Udhëzo hapat tane drejt kënaqësisë sa të dënadhuro mençurinë për të njohur shënjat e tua në jetën tonë të përditshme. Amin. Mbillisite për një moment të imagjino këtë situatë. Në gjenje lidhjete të le medike. Një tërheqje e pashpjegueshme, sikur shpirtrat tuaj njihen mes vete. Që dorite e kalon me këtë person në mendimet e tua. Ndërtosh endra, imagjinon gjë të ardhme së bashku. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të tua të sinqerta, asgjë nuk shkon siç është planifikuar. Çdo përpjekje për tu afruar has në gjë pengëse. Shumë fishonduate. Konsultohesh me të afermit, shpreson për një ndryshim. Por koha kalon të njëz brazetin e ricevenduset neti. Po sikur kjo të mos gjete thjesht një rastesi. Po sikur Allahu, në urtësine e të gjithë pa fund, të dergogje shëngja. Po sikur këto pengesa të gjene në realitet një mbrojtje hejnore. Allahu në thotë në Kuranin famelarte. Mund të ndodhe ke gju e urreni diçka. Ndërsa ajo është e mire për që, dhe mund të ndodhe ka gju e doni diçka, ndërsa ajo është e keke për që. Allahu e di, ndërsa gju nuk dini. Surexha El Bekare, ajet i dikind e njëzete e gjashte. Para se të eksplorojme se bashku. Këtë të meke mund të transformoshe kënd veshtrimin të ndë mbi marrëdhëniet. Mos harro të abonohesh të të aktivizosh zile i njoftimeve për të mos hëmbur asëngje, nga reflektimet tona në rrugën shpirtërore që na afron me Allahun. Sot, do të deshifrojmë se bashku tre shënjat e fukishme që Allahu përdor për të na treguar se një person nuk është i destinuar për ne. Ajo që do të zbulosh mund të trondite perceptimin tënd mbi provat që po kalon aktualisht. Shënja e parë. Pengesat e vazhdueshme. Nai zbarier hajnore. A e ke ndgjeren do njëhere kete frustrim? Përpikesh përsëri të ndërtosh një marrëdhënie medike, por rrethana misterioze vazhdimisht ndërhajne mes gjush. Keto pengesa marin forma të ndryshme. Mos marrë veshje të pashpjegueshme, ke kuptime të përsëritura, kundërshtim familjar, distance geografike e papritur. Sikur një forse e padukshme por e fukishme gjupengon të gjeni se bashku. Një digjetar musliman thoshte, ajo ke njek pa legjën e Allahut, do të humbasesh në një mënyre apo tjetër. Le të reflektojme mbi historinë profetike të Musait, pak gja kofte mbi te. Megjithëse u rrit në luksin, e pallatit të faraonit, Allahu e largoi pregjandej. Pse? Sepse ke ambient nuk ishte ai i destinuar për zhvillimin e tij shpirtëror. Allahu kishte planifikuar për të një rrugë tjetër shumë më fisnike. Kurani na kushton, dhe kushdo që mbështetet tek Allahu, ai i mjafton atij. Surexha e Talak, ajeti 3. Pra bëj vetes këtë pyetje thelbësore. Nëse pavarësisht të gjitha përpjekjeve të tua të sinqerta, të gjitha duave të tua, të gjitha përpjekjeve të tua, rrethanat vazhdojnë të largohen nga ky person. A nuk është kjo në shëngje i korte se Allahu të mbron nga një rrugë që nuk do të sonte drejt mirësisë së vërtetë. Allahu kurrë nuk mbajl një dere pa hapur një me të mire. Urtësia e tej kalon kuptimin tonë të kufizuar të ngjarjeve. Shëngja e dytë. Rënia shpirtërore. Kur dashuria të largon nga drita me lejote të tregoj historinë e Ahmedit. Ahmedi ishte një i ri, besimi i të cilit ndriçonte përditshmërinë e tij. Luçjet e tij ishin të gjalla, tikri i tij i vazhdueshëm, lidhja e tij me Allahun e telle të ushqese. Zemra e tij vibronte në ritmin e agjeteve kuranore. Pastaj ai takoi Nurin, e bukur, inteligjente, e kujdeshme. Buzëqeshja e saj u bë shpesh dielli rreth të cilit rrotulloheshin të gjitha ditët e tij. Një tërheqje e fukishme, e papërmbajtshme. Në fillim, gjithçka dukej perfekte. Por gradualisht,
në mënyre të nënkuptuar, diçka ndryshoi në jetën e tij shpirtërore. Nuk ishte e papritur, ishte e fshehtë. Një sabah i humbur sepse kishte qëndruar vonë me ta. Një namaz i vonuar sepse ishte i zhitur në bisedat e tyre. Momente dikri të zëvendësuara me mendime të vazhdueshme për te. Pak nga pak, pa e kuptuarës vete, Ahmedi rreshkiti drejt harreses se Allahut. Zemra e tij, dikur e kete në adhurim, tani ishte e shkëtesuar, e preokupuar, e ndare. Allahu na paralajmëron. Mos ndikni hapat e shejtanit, sepse ai është për gjungje armik i shpallur. Surexha El-Bekare, ajeti 168. Armiku i njeriut nuk vepron me sulme të drejt për drejta. Strategjia e tij është e holle. Kompromizet e vogla, arsyetime që duken të arsyeshme, rreshqitje graduale. Një ditë Ahmedi rambi kete ajet ke jehuan si një zgjim në shpirtin e tij të trazuar. O ju ke besoni, përgjiggjuni Allahut të te dërguarit kur jufton në atë që ju gjepshete. Surexha Al-Anfal, ajeti 24. Jeta e vërtetë. Atëherë Ahmedi kuptoi se e kishte ndërruar dashurinë për Allahun me dashurinë për një krijese. Ai e kishte zëvendësuar krijuesin me krijesën në zemrën e tij. Nuk ishte nur ajo ka ishte e keke. Nuk ishte dashuria e tyre e ndaluar në vetvete. Por ajo ishte bere kendra e tij, fiksimi i tij, idhali i taja i heshtur. Vëllezër dhe motra, kuptoni këtë të vërtetë të helbesore. Dashuria e vërtetë, dashuria e bekuar nga Allahu, nuk në largon kurre prej taj. Përkundrazi, ajo na afron me krijuesin tone, e ngre shpirtin tone, e ushken besimin tone. Nëse nje lidhjete son të neglizosh detyrimet e tu ndaj Allahut, nëse ajo te pakeson vete digjen për pranine, e tëj, atëherë pjetë veten seriozisht. A jeshte kjo me te vërtetë një bekim apo një sprove i maskuar. Allahu në paralajmëron në Kur'an. Atë dita mikte do të jene armik të njërit qetrit, përveç të devotshmëve. Surexha e Zukhruf, ajeti 17. A do të jete kjo person kati e do sot një burim në ngushëllimi apo pendimi ditën e gjykimit. Atë ndihmon ta gjesh një version me i mire i vetes për para Allahut, apo ajo ka zene vendin ke i përket vetëm krijuesit tënd? Dashuria e vërtetë nuk është një zingjshir këtë lidh me këtë bote, por një drite që ndrison rrugën tënde drejt botës tjetër. Shenja e tretë. Mungese e qetësisë së brendshme kur shpirti ytet ta flet e njeh atë ngjesi. Je me dike ke mendon se e do, gjithçka duket perfekte në dukje, por me gjithate. Një shkëtesim i pashpjegueshëm gjeton në zemrën tënde. Një ength i fshehur. Një dyshim i vazhdueshëm. Ti buzekesh, por buzekeshja gjote fsheh një pasiguri. Je fizikisht i pranishëm, por shpirti i duket sikur është diku tjetër. Përpikesh të bindesh veten se gjithçka është në rregull, se çdo marrëdhënie ka vështirësi. Por ajozi e brendshme vazhdon të peshperite se gjithçka nuk është në rregull. Shpirtin gjen atë që sita nuk mund të shohin. Ne shpesh mendojmë se lumturia është një ekuacion logjik. Kjo person është e mire me mua, prandaj duhet ta jem i lumtur. Kalojmë momente të bukura bashke. Prandaj kjo lidhje është e mire për mua. Por shpirti nuk mashtrohet nga parakitja. Ai ngjen të vërtetën për te si për fakes. Një i urte ka të ne. Nëse duhet ta detyrosh zemrën tënde të pranoje një marrëdhënie, atëherë ajo nuk është për ty. Kjo është një realitet që ne shpesh refuzojmë ta pranojmë. Ne kapemi pas emocioneve, kuptimeve, shpresave, duke ngjëruar atë që zemra jone përpiqet ta anatote. Nuk është që tu që do të gjesh paken e vërtetë. Allahu na ka dhënë një tregës të pagabueshëm, këtë sina e brendshme. Kurani thotë, ata që besuan dhe zemrat e të silev këtë sohen me përmendjen e Allahut. A nuk është me përmendjen e Allahut që zemrat këtë sohen? Surexha Ar-Ra'd, ajeti 8. Nëse një marrëdhënie është me të vërtetë e dobishme për ti, zemra jote do të gjejë prekje ati.
Nuk do të kalosh net të tëra duke bindur veten se ke bere zgjedhjen e duhur. Nuk do të ndjesh atë ngushtim në kraharor kur mendon për të ardhmen me atë person. Vëllezër dhe motra të dashur, ndonjëherë prova me e madhe nuk është të humbesh dike, por të kapesh desperimisht pas asaj që ishte e destinuar të largohej. Dashuria e vërtetë nuk është kurrë një e burg. Nuk duhet të jetë një betejë e vazhdueshme kundër vetes, kundër besimit tënd, kundër pakës së shpirtit tënd. Nëse Allahu e largon një person nga jeta jote, është sepse ai po përgatit diçka më të mirë për ty. Kurani na siguron, kushdo që i frikësohet Allahut, ai do t'i japë një dallgje të mirë. Surja e Talak, ajeti di. Prandaj merr një moment për të reflektuar sinqerisht. A është kjo marrëdhënie në jetën tënde një dhuratë nga Allahu apo një sprove që duhet ta kapërsesh? Nëse i njeh këto shenja në situatën tënde aktuale, mos u përpik të luftosh me dekretin e Allahut. Ki besim tek ai, sepse çfarë do ke le për te, ai do ta zëvendësojë me diçka shumë më të mire. Mos i harro kurrë këtë të vërtetë thelbësore. Allahu te do pafundesisht me shumë se sa ti mund të duash veten tënde. Urtësia e tegjë atë që sita e tu nuk mund të shohin. Te planet e tegjë për ti janë me të bukura se gjithçka që ti mund të imagjinosh.